TikTokun me VPN, thot ky, okej. Qeltina Morina, me që doje të bëj Hitlerin ti, po turbi math, përdorimi i këtyre lloj emrave. Megjithatë nuk ka problem se cili mban përgjegjësi për veten e vet për ato që thot, ndërkohë me VPN përdore po bëj shumë kujdes, sepse kur përdoret me VPN është i hapur për marrjen në kohë reale të dënave. Kjo dihet botërisht. Është njësoj si ta përdorësh duke e ndarë me tjerët passwordin, duke ndarë me tjerët gjithë dënat, edhe nëse nuk ke ndonjë problem me këtë punë, përdore. Dakord? Por çështja këtu nuk është çështje e Hitlerit, se përmend emra që as nuk di fare se çfarë peshë kanë. Çështja këtu është çështja që TikToku në këtë gjendje që është e kështu siç shërbehet në Shqipëri, është shumë i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Kjo është çështja.